Ishte një goditje shumë e bukur e Karajt, i cili ka prekur duart e portierit Nikaj, i cili e ka kaluar si për traversës së portës së mbrojtur prej tij. Kemi një goditje këndi, ishte një goditje befasus atje shpejt. Andoni pran topit ka goditur topin e zonë. Vazhdon aksioni përsëri për vendasit. Tjetër top në zonë. Ka goditur atje përsëri njëri dhe ka shënuar. Ka shënuar dhe ekipi Tërmonit ka shënuar golin e parë në minutën e 18 të pjesës së parë të këtij takimi. Ishte një goditje pothuajse një rrëfëshat e bukur atje. Ishte pikërisht Karaj i cili goditi mjaft bukur duke gjetur rrugën e rjetës. Pra ekipi Tërmonit ka shënuar golin e parë në minutën e 18 të kësaj pjese. Kemi një top për Majses atje. Ka pasuar mjaft bukur tek Hasa atje. E ka zotruar, ka pasuar në zonë, ka goditur. Ekipi Tërmonit ka shënuar golin e dytë. Ishte një goditje mjaft e bukur atje. Ishte përsëri Hasaj atje. Një mundësi dhe një realizim i bukur, një krasim në zonën e Veleçikut. Dhe ekipi i Tërmonit ka realizuar përsëri golin e dytë. Momente të bukura, momente që flasin për ekipin e Tërmonit, duke arritur që gjatë këtyre minutave të pjesës së parë të shënojnë 2 gola. Goditja nuk është ekzekutuar akoma. Është Baneushi pranë këndit. Topi në zonën e Tërmonit dhe ekipi i Veleçikut ka shënuar. Ishte pikërisht Gjini i cili me kohë ka realizuar mjaft bukur golin e parë për ekipin e Veleçikut. Topi në zonën e Tërmonit dhe ka shënuar ekipi Veleçikut. Ishte Shekaj atje që gjeti hapësirë nga një gabim i mbrojtjes së Tërmonit dhe ka barazuar rezultatin. Tërmonit 2 dhe Veleçikut 2. Ishte Gjini atje autori i golit. Kemi një top në zonën e Tërmonit. Dhe ekipi Veleçikut ka shënuar golin e tretë. Përsëri pa kujdesi, pa qartësi në zonën e Tërmonit, dhe ekipi i Veleçikut arrin të shënoj golin e tretë. Top në zonën e Veleçikut. Dhe ka shënuar. Dhe ka shënuar ekipi Tërmonit. Ishte numri 7 atje që ka barazuar rezultatin. Ishte një kombinim mjaft i bukur. Dhe në këto minutat të fundit, ekipi Tërmonit ka barazuar rezultatin. Ishte pikërisht numri 7 e Kora që ka shënuar.
Kemi një goditje dënimi ndërhyrje gabuar në dëm të Zabela. Le shpresojmë që nga kjo goditje në këto minuta, sekondat fundit, ekipi Tërbonit të gjej golin e fitores së kësaj ndeshje, pasi rezultati është mbërthyer në shifrat e barabarta. Tërbonit 3 dhe Veleqiku 3. Pranë topit është Andoni. Ka goditur topin e zonë. Dhe ekipi Tërbonit ka shënuar. Ekipi Tërbonit ka shënuar dhe ka kaluar në avantazh. Ishte pikërisht Andoni që kërcoi mjaft bukur dhe topi është përplasur në 2-3 futbollist afër portës dhe ka përfunduar në rrjet. Pra kryesori i takimit Ermal Gryka ka sinjalizuar përfundimin e 90 minutave dhe kohës shtesë, kështu që ekipi Tërbonit ka marrë 3 pikë të çmuara të këtij takimi, duke fituar rezultatin Tërboni 4 dhe Veleqiku 3. Nga stadiumi Ismail Xhamali, qytetit të Pukës, i japim fund këtij transmetimi duke uruar ekipin e Tërbonit për këtë fitore, duke marrë 3 pikë të çmuara dhe duke grumbulluar 17 pikë në tabelen e klasifikimit. Miru pafshim në takimet e tjera.